Kresin, kryetar të komunës Mitrovicës, edhe i gjithë veriu do të merë frymë ndryshe, do të jepet kohja zhvillimit e përparimit. Unë mendoj që do të durë dhe të turë, ne në mënyrë plebiscitare, do të themi jo dështakëve, do të themi jo dëmbëve, edhe do të themi jo gjithë atyre që të cilën e shkaktuar arsimin filluar të mesme të qytetit. Duke zgjedhur fatonin, e zgjedhni më shumë se fatin tonë, sepse e zgjedhni në një komunë që është zemra e Kosovës dhe nga e cila faret Republika, e të cilës Republika i kthehet vazhdimisht si qeverisje e mirë nga dëmëtetore edhe lokale, jo vetëm qendrore. Duhet të tolerojmë që qyteti që ka qenë më i zhvilluar i Kosovës në një periudhë të vogël, aktualisht të huaj të jetë në sistemin më të vështirë se papërshtatshëm të organizimit në sirkëndës në nivelin e provincës. Ata 17 vjet 4 qenë, ne 4 vjet 7 vjet.